cila do t'jenë pasojat nëse kjo gjë nuk bëhet pra brenda 30 ditësh. Këtu para kuvendit sa kemi qëndruar, ka pasur një numër të konsiderueshëm të deputetëve që kanë hyrë brenda dhe të cilët kanë disa prej tyre janë deklaruar, disa të tjerë jo, por që partitë kanë mendime të ndryshme sa i përket vendimit të gjykatës kushtetuese. Disa thonë se është lejuar mënyra e votimit të fshehtë, disa pra refuzojnë, vazhdojnë ta refuzojnë këtë mënyrë të votimit. Megjithatë, pritet të shihet se cila do të jetë pra mënyra e votimit që do të vazhdohet, por që kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti tashmë edhe ka bërë një njoftim që ka ftuar partitë në një takim nesër me fillim nga ora 16. Studio. Faleminderit shumë për këtë raportim të drejtë për drejtë. Do të kemi në vazhdimsi pamje direkte nga 3 pjesë kryesore të kuvendit, edhe brenda në hall do t'i transmetojmë edhe deklarimet. Profesor, krejt partitë janë duke interpretuar në forma të ndryshme. Edhe partitë ish opozitare nuk janë ndoshta të njëfryme të interpretimit. Qysh duhet ta lexoj një qytetar që është duke ndjek kuvendin sot këtë situatë? Fatkeqësisht, ky aktgjykim nuk është që ka dhënë përgjigje të qartë, spaku nëse fare pa e lexuar, nëse të ishe interpretimet